Për mu ka qenë shumë një ngjarje shumë e bukur dhe risi, për shkak se kom bashkëpunuar edhe me motrën teme. Po e pash. Po ajo mandej më ka ftu, ka thonë e kom një rol narratorit, a ke lujt ma herët narrator kum pas nashta në teatr, po jo dimenzionet si toperës, se është krejt diçka tjetër. Domethënë Elduende, që është roli narratorit te Opera Maria de Buenos Aires, e rrëfen gjitha tregim që është shumë dramatik dhe tragjik në fund. Me ato dozat e ti sarkastike, ironike, shpesh me dhimbje të madhe ose me një trishtim kur është edhe ideun në disa skena. Kështu që për mu ka qenë një përvojë e paharrueshme për shkak se më ka rënë me bashkëpunu edhe me muzikantë që na si aktorë kemi punë kryesisht me aktorë, regjisor, producent, janë aty këtu. Tash muzikantë është këtë diçka tjetër. E vërtetë dhe përshtat me muzikë, me ritëm. Ti si narrator, je kon paka shumë, si me thonë, e ke pas këtë publikun në dorë. Ti e ke menaxhu paka shumë qatë rrjedhën dhe procesin e krejt shfaqjes, pi fillimit deri në fund. E vërtet. Çfarë gjuhë e ke bo të regame dhe a ke vështirë për ty? Ndoket ke boti, ke pas voice acting, apo? Kum bo në projekte më të vogla, për shembull, voice acting jo shumë, kryesisht kur del përpara të publikut në teatr, është krejt ajo është ndjesi tjetër, se voice acting prapë në studio më të mbyllur edhe ajo është shumë sfiduese në njëjtën kohë, po më ndryshe. Kështu që kjo, po them edhe një herë diçka krejt e re, shumë e vështirë për mua. Atë nuk po du më tregu kështu, po them që ka qenë shumë sfiduese edhe flaka kur më ka tregu motra, ka thonë kemi vetëm 2 javë kohë mi përgatit komplet operën që është diçka e pamundur. Në kushte normale duhet 1 muaj ose 1 muaj e gjys me fillu, mandej shkon edhe ma gjatë si proces, po 2 ditë e para, ku më thonë, nashta është 1 milion këto. Mandej tu fillu çdo ditë me tekst të ndorë, sa dhe njerëz tash të shohin rrugës, thojnë, që kjo diçka, shpis, Albana e mirë, mirë jam me tekst të dollë. Edhe, kështu që përfundimisht ju më doj i kënaqur shumë. Që shkene më të dhe tua qatë det? Shumë përzime, gjithmonë janë përzime, po këtë herë... A menon që na herë mund me të rathu qëto emocionet e tua bashën shfaqe, a veç të bojnë ma originale, ashto? Jo, nëse arrijmë mi kontrolu emocionin, se pa pas pak stres emocion është e pamundun. Nëse nuk i heq, atëherë ti vetëm jetu dalë me durë në gjepa, me kry si punë. Po në këtë rast ka pas shumë, do më thonë, pritje të mdhaja, edhe ku ka shumë pritshmëri, atëherë rritën edhe doza emocionit, edhe një mundu mi kontrolu gjithë kohës. Për shkak se mandej është edhe presioni muzikës, ti duhesh me qenë gjithmonë koordinim edhe me dirigentin, me orkestrin, që nëse aktor nuk e kemi ato në teatr, ti e merr kohën sa dush, po. Eksperiencë ndryshe edhe për Kosovën, në fakt, si shfaqe, po besoj që publik ka pas shumë, po qysh e priti publiku, qysh kete e fundi i krejt shfaqe. Për shkak se shfaqja përveç aktrimit, përveç rrëfimit muzikës, ka pas edhe vallëzim, tango, kanë qenë disa pika që neve si popull nga tërhek, edhe që ka latine ose... E vërtet, po edhe është e bukur, është sensuale. E vërtet. I ka vyjt shfaqës, po menoj. Me drita, me muzik, me koreografi, me skenografi, me që ato kushte që i kemi pas, për shkak se po djetë edhe ku po pënojmë, çfarë teatro, sala ku që ka qenë. Ajo si sal i përmbush disa nështë specifika, po jo që kështë mund mi përmbush një teatr i madhë. Unë menoj që kunalën dritat prap në teatr, është ajo ndjenja, ajo energjia, që përshen një shfaqje, do këtë prap, hinë atë botën e teatrit. Kudo që e bënë, menoj që tu me konë me një studio, kur është u dho një shfaqje, fokusi është e qka po dhojnë. Që ashtu është në fakt. Gjdo moment, ose gjdo shfaqje, operë nëse je, a ke në një teatr shumë i madhë, ose ma pak i njoftun, kur e bon ma të mirën, kur e bon me vullnet, me pasion, me dashni, që edhe tritë që kanë qenë pjesë e korit, mashku i femna kanë qenë shumë shpet i kanë kapë, me levizje, me koreografi, tangu nuk kanë kësy asë njerë, po kanë arrit me bërë shumë mirë, sidomos edhe Fitora Hane, që ka qenë për një kohë shumë të shkurtë dhe ka ushtru me atë Meksikanin, profesorin e vallëzimit, ekspertin e tangos, Raulin, kanë bërë një punë madhështore. Do me thonë, kretë ekipi unison kështu, prej fillimi deri në fund.
e mrekullueshme me pa. Unë e pa që pjese e operës Kosovës ke edhe pianiste, ish profesoresha jam.